Territori shqiptar për datën 24 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me kthjellime dhe vranësira kalimtare gjatë ditës. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe i qëndrueshëm në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 26 gradë Celsius, veçanërisht në zonat e ulta dhe bregdetare. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat luginore dhe bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët deri në 2-3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 11 deri në 23 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 22 gradë. Peshkopi 9 deri në 21 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 25 gradë. Durrës 14 deri në 25 gradë. Kavaj 13 deri në 24 gradë. Elbasan 12 deri në 25 gradë Celsius. Berat 12 deri në 26 gradë. Korç 9 deri në 20 gradë. Vlorë 15 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 25 gradë. Sarandë 15 deri në 24 gradë Celsius.